Detaje specifike për si çon produkt nuk mund të jap, por Artemis dishin përgjithësi me biliona, me miliarda dollar, mendoj për rreth një 8 miliard dollar më të ketë kushto investimit e produkteve. E zakonshme. E ke ëndruar ti kur ishe në Çegran që një ditë do t'jesh pjesë e këtyre misioneve kaq të rëndësishme? Specifikisht kështu me NASA-n ja, kuptohet se si i vogël dhe si fëmijë kam pas ëndra të mëdha dhe për herë dëshiroja të jem i suksesshëm dhe të jem një pjesë e një projekti, por se do të marr pjesë në Artemis të NASA-s nuk më ka shkuar ndërmend. Okej. Albon, besoj në mesin e plot mesazheve të njerëzve të afërt e kolegëve që të kanë uruar për gjithë misionin e përbashkët i cili u përmbyll me sukses. Ke lexuar edhe ti nga ato deklaratat prej më të ndryshmeve ose pikpyetjet që akoma njerëzit mund t'i kenë, ose s'është e vërtet, gjithçka është AI, se ky AI në ditët e sot me na çmendi. Si u përgjigjesh ti këtyre? Dhe më thonë, i kam lexuar, më së shumti të gjithë komentet kanë qenë pozitiv dhe jam shumë krenar që rajoni shqiptar janë të lumtur me një shqiptar të marrë pjesë në këtë projekt, por kuptohet se ka edhe disa që nuk i besojnë projektit, ose ndoshta nuk i besojnë saktësisht pjesëmarrjen time në këtë projekt dhe firmës që udhëheqi, por unë mund të tregoj se me vite janë investuar këtu, përveç firmës që e udhëhequn, ka edhe shumë firma tjerë që marrin pjesë në këtë projekt, dhe më thonë me qindra njerëz, mund edhe me mira njerëz të jenë, ka edhe firma në për tam botën, dhe më thonë në këtë projekt e kam bërë internacional, si shifet e astronautit ka një prej me nacionalitet të Kanadës, por edhe ka firma të Evropës që kanë ndihmuar në këtë projekt. Dhe më thonë është internacional dhe për të qenë gënjeshtër e gjithë këtë projekt, dhe më thonë dhe të ishte një gënjeshtër shumë e madhe, një gënjeshtër që ka kushtuar shumë, dhe nuk e di se si dhe mund ato edhe të majnë këtë gënjeshtër edhe për mua, për shkak se në këtë moment unë i kam parë gjithë gjërat që kanë ndodhur në këtë projekt. Do të thonë nëse në këndje reale atëherë do të ishte edhe gënjeshtër për mua. Por unë kam qenë live si në stacionet e NASA-s në Florida, si në disa hapësira tjerë të partnerëve tjerë dhe i kam parë prodhimin live. Pas kthimit dhe një të fundit e po e mbyllim, pas kthimit, pati rastin që ta shohësh nga afër kapsulën që të vreni pra se si kanë qenë ose ç'a mund të kenë ndryshuar gjërat për të bërë më mirë, apo nuk e pas rastin? Jo, këtë rejt nuk shkuam, firma jem nuk shkoj tek splashdown si i thonë. Ne vetëm ishin kur nisin rrugtimin në Florida, splashdown ishte në Kaliforni që është në anën tjetër të Amerikës, por për shkak të punës të angazhimit nuk shkojmë të shohim kapsulën.